tjetër vlog, nga një tjetër video. Sot është ditë e martë edhe ne do të kemi një vlog të ri. Mirë se keni erdhur në kanalin tim. Unë do t'ikim në punë. Edhe po presa leson tani që të vi këtu sepse si gjithmonë jemi vonë. Unë imagjino, unë do t'jem në punë orën 9:15. Ora është 8:25. Me thënë kemi vetëm 10 minuta, 15 minuta kohë që të arrim. Edhe Alesio akoma s'ka erdhur. Kështu. Juve si keni qenë, çfarë keni bërë, si keni kaluar, si kanë qenë fundjavët tuaja, keni bërë ndonjë gjë të bukur, nuk e di, domethënë më tregoni në komente sepse kam shumë dëshirë që edhe unë t'ju njoh ashtu siç më njihni juve mua. Gjithsesi, ja se po vjen dhe Alesio tani, edhe besoj që bashkë do të shihemi pak më vonë kur të vi nga puna, sepse sigurisht që në punë nuk i marr dot me vete. Kështu që po. Bye. Good morning, Angela. Good morning. Ku do ikim ne në shkollë? Sot është, what is today? 100 days of school. Edhe Alessia. Let's go, Mama. What does your shirt say, Alessia? 100 days of school. Thumbs up. I am 100 days smarter. Me. What about you? Yours says the same. Thumbs up. I am 100 days smarter. And Mama's shirt says 100 days of school. Come here. Today is February what? 6? 2026. Whoa. Mirëmëngjes, nga një tjetër ditë, nga një tjetër javë. Jem duke ikur në punë, sot është, si që thashë dhe pak më përpara bashkë me fëmijët, 100 days of school, do me thënë që kemi qenë në shkollë për 100 ditë already, nuk mund të besoj, do me thënë që kaluar 100 ditë. Në këtë dimër kaq të ftohtë, edhe këtë fundjavë do bëj akoma dhe më ftohtë, do ulen shumë temperaturë, do bjerë prapë borë, sikur se do në fillë kjo që kemi domethënë. Gjithsesi, kështu, tani po ikim në punë, jam me shumë vonesë në fakt, do të kisha ikur shumë herë më shpejt. Në pushimin e drekës, si gjithmonë është plebiti, kjo koha gri, kështu që nuk të motivon për asgjë, por gjithsesi po ha drekën. Dreki thënë se kjo është ëmbëlsirë në fakt, e kishte bërë një shoqe, një shqiptare këtu te puna. Është ëmbëlsirë me moll, por është super e mangëdi. Ja, si duket. Edhe nuk është as shumë e ëmbël, as e kripur domethënë, po është perfekte, si mund ta them. Gjithsesi, kam marrë këtë, kam një portokall me vete dhe ca gjëra të tjera të vogla domethënë. Kam një gjysmore pushim që do mundohem që të qetësoj mendjen time, sepse kur punon me fëmijët është jo pak e vështirë, por shumë e vështirë, domethënë që gjesh pak kohë për veten tënde, sidomos kur ke edhe fëmijë të vegjël në shtëpi. Kështu që ky pushimi i drekës është me time, ose koha për mua, si mund ta them ndryshe. Dhe shijoj kaq shumë se nuk e keni ide, sepse është e vetmi moment, domethënë kur unë mund të ha atë çfarë dua, mund të kaloj pak kohë me veten time, mund të shikoj diçka, domethënë në YouTube apo thjesht edhe sikur të thjesht mbyll sytë edhe të rishikoj këtë pamje, se kam një pamje shumë të bukur këtu përpara, është e gjitha pyll. Edhe po, sot është e premte, është më në fund javë, nuk e di pse, por kjo java ka qenë goxha e gjatë, kështu më është dukur mua. Edhe neve sot ju mora pak me vete në mëngjes aty, ishim duke për projekte, bëm ca mësira kështu për
100 Days of School, edhe bëm edhe ca karta për ditën e Shën Valentinit bashkë me fëmijët, edhe ka qenë një ditë e lezetshme, le të themi, e lodhshme por e lezetshme. Gjithsesi, tani do mundohem që të marr këtë kohën për veten time këtu, të mos flas me asnjëri, thjesht me veten time, edhe bashkë të shihemi mbase kur të shkojmë në shtëpi ose ndoshta nesër në mëngjes që është shtunë, dhe të bëjmë këto vlogjet e bukura, këto vlogje që edhe juve i keni qef edhe unë i kam shumë qef. Mirëmëngjes, si ju kam, si ju ka shkuar kjo fundjavë, neve kemi përsëri borë, gjithsesi, mos flasim më për motën, sepse thjesht është shumë depresuese. Gjithsesi, unë jam ngritur që në mëngjes sot edhe jam marrë vetëm me punë shtëpie edhe me fëmijët, i vura në punë, i thash hajde të pastroj me mamin, se pastaj do nxjerrim libra, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, domethënë i kam mbajtur në një schedule ose orar, si të themi. Vetëm edhe nxorëm ndruam librat, domethënë se në çdo 2-3 muaj për shembull ndrojmë librat e dimrit, për shembull sillim të pranverës. Edhe vetëm në këtë mënyrë mund ta sillim pranverën tonë në shtëpi, sepse përjashta është qameti. Tani, unë për drek sot bëra ca pikak që në mëngjes, sepse ja bëra dhe Aleksit për në punë, që ta merrte dhe ai. Tani këtu kam nxjerr ca kopanga pule që po mendoj thjesht t'i marinoj edhe t'i fus në hurë që të piqen, që nëse kemi dhe pilapin aty, edhe në një perime, në një brokoli, në një gjë kështu, dhe ja kështu do kaloj domethënë dreka jonë. Kurse për darkë po mendoj që mbase të bëjmë pica bashkë me fëmijët, sepse nuk është se kam shumë gjëra në shtëpi. Pasi doja që të shkojmë në supermarket sot, si çdo të shtunë, por puna është se rrugët janë shumë keq, nuk i ka pastruar njeri, ka rënë gjatë natës por, edhe nuk mundem. Por që po, kështu dhe kalojmë të shtunë sot në shtëpi, do relaksohemi, do bëjmë gjëra të mira, do gatuajmë, mbase do bëjmë një ëmbëlsirë pak më vonë. Edhe kështu, çfarë do bëjmë tjetër? S'kemi çfarë të bëjmë tjetër, sepse dimri është thjesht depresues, është për të relaksuar në shtëpi, për të bërë gjëra sa më kozi, edhe kështu. Tani, ndërkohë që fëmijët po lexojnë edhe ato pulat po marinojnë që t'i vës në furrë, do ju bëj një snack që kam marrë këtë kosin, është plain, domethënë nuk ka added sugar ose ndonjë gjë tjetër, domethënë këtë e marrë në Trader Joe's edhe është shumë i mirë, ka edhe shumë protein brenda, kështu që për fëmijët që nuk kanë protein, kjo është super. Kam mjaltin që për ta ëmbëlsuar pak. Kam këto blueberry këtu që nuk duken tani sepse I kam dhënë picet, po që kam disa nga ato. Gjithashtu kam edhe këtë granollën që fëmijët e kanë shumë qef edhe këtë. Dhe për t'ja u bërë sa më fani, domethënë, thjesht do I vendos shumë pak nga këtë M&M's, sepse në këtë mënyrë ja u bën më fani edhe më të mirë për të ngrënë. Kështu. Tani thjesht me këtë jogurt do vendos nga pak këtu.
Një pasi kemi hedhur këtë mjaltin, unë thjesht do ta përzij në mënyrë që të marrë atë ëmbëlsinë e duhur. Sepse mjalti ju bën shumë mirë fëmijëve. Edhe këtë mjaltin unë e kam marrë në Trader Joe's edhe është tash unë dua që të marr diçka mjalt, domethënë që është pa sheqer fare. Po që nuk kam gjetur në asnjë supermarket. Të gjitha kanë added sugar. Dua të shkoj ndonjëherë mbase në ndonjë farm, në Honey Farm, që ta gjej aty pa sheqer fare, sepse mjalti është vetëm një gjë e ëmbël, domethënë që nuk i bën keq fëmijëve. Edhe po. Shikoj domethënë që kjo ka marrë ëmbëlsi. Unë kam shumë pak blueberries, kështu që do hedh ato që kam. I put how many? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Mom, I want to show you something. Why the M&M's sticky? Yes, they are sticky. They have edhe pak M&M's këtu që ta bëjmë sa më funny. Edhe në këtë mënyrë kemi një snack super të shëndetshëm për fëmijët. Mos Angelo. Të vjetra. Do you know what that yogurt has? That it's better than the other ones? Because the other yogurts have a lot of added sugar. And added sugar is never good for you because it makes you sick. Like right now you guys don't feel it, but later on when you grow up it can give you a lot of like sickness. Like you can have diabetes. What diabetes? Diabetes is like when you have a lot of sugar in your body and then you have to take medicine every single day. That's why kids shouldn't eat this much sweetness. It's a lot. Like movies. Yeah. So that yogurt, this yogurt, it's not sweet, but mama puts honey on it. So it can be sweet, and honey, it's good for kids. Honey is the only thing that doesn't makes you sick. Honey, it's good actually for you. It has honey, it has granola, it has M&M's, it has nuts. Mom, I don't want the yogurt. What? I don't want the yogurt. Why? I want the granola. You want more granola on it? Yeah. I want the granola. Can I put? Not a lot, okay? Because there's a one here. No, don't take it. Well, you have to mix it up. Mix it up so you can have granola now with the yogurt. Mom, don't put it. You mix it up, you have a lot there. I put a lot there.
Unë do kur të mbaroj dhe do të e mama jo tash. Oh. Ja, shikoj mama me këtë kapelën se të bukur që je, se I bukur që je, se I bukur që je. I see. I need to see. You can't see. Cosa posso. I can't see chicken. Oh, you can see chicken? See? Just don't touch that because it's super, super hot. I just took it out of the stove. Pushi. Oh! Oh, you heavy. You heavy. Daddy's calling you. Opa. There. Oh. Drain. Tani më duhet që t'ikim në supermarket, sepse duhet që të marr disa karta edhe dhurata për fëmijët në shkolla e Alesios edhe Angelos për ditën e Shën Valentinit. Nuk e di po e mbani mend nga viti I kaluar, por bëjmë ato disa dhurata të vogla për shokët e Alesios. Edhe këtë gjë do të bëjmë edhe këtë vit. Kështu që tani do të vishemi. Hello. What are you doing? Get out of here. Because it's me. Alessia, shko mirë çorape, mama, çfarë do ta bëni? Jashtë është shumë ftohtë, kështu që Got my boot. Okay, hello. No, got my boot. Dhe ikim. Mom, you hear that sound? That's clever. Yeah, what is that? Look. It's the car. Huh? I have to turn it on right now. Can you hold this? Mom, did you know the metal can get very cold? So that's why I'm holding the... Njerëz, jetojmë në Alask, nuk e di sa ftohtë është. Oh, God. Telefonin nuk kemi. Gati t'i ikim? Yay! Okej. Zhurmën që të bora të shkel, nuk e di po mund të kuptoj shumë fëmirin. Tani do I bëj një supermarket haul me këto gjëra që bleva në supermarket. Mora 2 nga këto me mish të grirë sepse një e merr Alex për një punë që bën meal prep, tjetrën do bëjmë një lasagne. Mora chicken breast, mole, kaçkaval, kjo ishte diku te $4, ricotta cheese, mora këto cereal që kam vetëm 2 gram sheqer, English muffin, karota, këto pjetë me gaz, qumësht, blueberry, vez, mora tulipan, sezoni tulipanëve, chicken broth, salt, miell, kastraveca, patate, kërpudha, qep,
banane. Edhe të gjitha këto kushtuan diku tek $150. Çudi sepse zakonisht kushtojnë te 200, ndonjëherë kalojnë 200, por nuk është se ka marrë shumë gjëra, kështu që po, këto janë. Tani, gjëja tjetër që do bëjmë është që të rregullojmë blulet. Mora të tulipan, është sezoni i tulipanëve të njerëzve, edhe jam shumë e lumtur sepse pavarësisht se temperaturat sot janë -10°C, kur shikoj tulipan, kur shikoj domethënë gjëra që më kujtojnë pranverën, thjesht më duket sikur jemi në stilin e pranverës, edhe pse nuk kemi akoma, edhe kemi një rrugë shumë të gjatë, domethënë që me dimër të gjatë. Por edhe këto, kjo buqeta është diku te $4, kurse kjo tulipanëve nuk e di në fakt se sa ishte. Po që çfarë rëndësi ka kjo, rëndësi ka që lulet na bëjnë të lumtur, na japin kënaqësi, edhe prandaj i mora. Kështu që do i vendos në përvend tani edhe po. Bëm edhe drekën, kam bërë prisni një sekundë se na u bllokuar kamera. Kam bërë gjell me patate edhe me mish, edhe është bërë super e mirë. Që kur të vim pushat edhe Aleksi të ham buk, do bëj edhe një sallatë, edhe kështu do e kalojmë drekën sot. Çatë që pupish bashkë me fëmijët, kështu forma nuk është se domethënë nuk duke se kanë shumë pamje, po si shijojnë shumë të mira, edhe do të super, ndoshta një recetë në Instagram janë shumë të mira. Pra edhe ca bagels, edhe shpresoj që të dalin të mira, sepse janë super. Mirëmëngjes. Është ditë e hënë, ora është diku tek po shkon 10 domethënë, dhe unë nuk kam ikur akoma në punë sepse jemi me 2 orë me vonesë. Për shkak të ftotës. Po. Vazhdon e ftota, vazhdojnë këto episodet me të ftohtë. Po që çfarë rëndësie ka kjo, rëndësie ka që këtu brenda jemi ngrohtë. Edhe jam duke bërë gati drekën e Alesios për në shkollë, edhe drekën time. Për vetë më menduar që të bëj ca makarona si punë mac and cheese kështu. Edhe po pastaj do ikim në punë dhe besoj që sot do e mbyll këtë vlog sepse po editoja dje dhe ishte diku tek 25 minuta vlog, edhe besoj që aq janë mjaftueshëm sepse besoj që më gjata të bëjmë pak të mërzitshme. Mendoj unë nuk e di, besoj që edhe nuk do e editoj shumë, sepse zakonisht vendos muzikë e gjëra kështu, po do ta provoj një herë që të mos vendos shumë muzikë, thjesht me këto zhurmat që bëhet, domethënë kur gatuajmë, kur flasim, gjithsesi. Diçka që kam menduar mbase funksionon më mirë, por se di. Kështu që nëse nuk filmoj më, thjesht edhe shumë të falenderoja që më ndiqni në vëzhgjet e mia. Për gjithë mbështetjen tuaj, shumë faleminderit që më ndiqni dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Bye!